Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Po unë për shumë kohë po flas një si fillim për shërbimet e mia, pastaj do të kaloj gradualisht tek tema e lidhjes. Atëherë unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premte, të hënë kam në lidhje me ciklin e hënës dhe me pyetje përgjigje të alternuar. Ndërkohë ditëve të premte bëj parashikimin javor. Kur flas për ciklin e hënës dhe parashikimin javor, si fillim flas në lidhje me ndikimet e përgjithshme, pastaj kaloj të gjitha shenjat me radhë. Përveç këtyre kam edhe parashikimet ditore, të cilat do të fillosh të bëj çdo ditë tashmë rregullisht. Pavarësisht keni interes apo jo, sepse janë disa informacione që mendoj që ka persona që duhet t'i marrin. Për te këtyre, kam dhe parashikjet e mia në televizione, përsëri të hënë dhe të premtet, hënë dhe jam siç isha sot tek A2 CNN-i, te programi Dita Jon, ndërkohë ditëve të premte jam në programin në shtëpinë tonë tek Top Channel. Këto janë të gjitha shërbimet të cilat janë publikon për janë periudhë dhe për të cilat do janë pa pagesë. Për te parashikjeve tek televizion të tjerë që nuk janë të programuara, por që në përgjithësi janë një herë në muaj. Dhe për te këtyre kam dhe parashikimet personale ose më themi konsultat personale, të cilat detyrimisht përmbajnë parashikimin për të ardhmen, përmbajnë analizën e hartës ose analizën e lidhjes tuaj, çfarë do lloj lidhje që të jetë, nuk ka rëndësi, nuk është e detyrueshme që të jetë pra lidhje sentimentale. Dhe në lidhje me ascendentin, duke qenë se është një nga temat që pyetet më tepër, për të gjithë ata që nuk e dinë orën e saktë të linjës, si dhe nuk e dinë, nuk munden ta gjejnë ascendentin e tyre, mund edhe ta merrni këtë si shërbim, duke qenë se është një nga temat të cilat unë e shqyrtoj, kam studio për astrologjisë, rrjedhoj, kam edhe disa mënyra të ndryshme me të cilat mundem që të gjej ascendentin tuaj. Faleminderit, jam mirë. Të them vërtetën, sot jam disi e përzier analiza e eklipsit të diellit, që është në datën 17, është disi e përzier. Ka goxha ndikime, është një ndër hartat me ndikimet më ezoterike që kam parë. Kemi disa nuanca të cilat vërtet e merre që po përdoren aktualisht shumë në botën që jetojmë. Për të gjitha shenjat do flas. Si fillim do flas një për ndikime që kemi nga ky eklips, është shumë e rëndësishëm për të gjithë, ne prekemi të gjithë, pavarësisht gjejmë apo s'gjejmë të dashur, pavarësisht ju kthehet apo s'kthehet dikush. Prekemi vërtet shumë të gjithë, domethënë. Grada që prek më shumë ke eklips është grada 28, duke qenë se në atë gradë do të ndodh, por minus plus 5, kështu që edhe personat që janë deri në gradën e 3 të shenjës së peshqve do të preken, po ashtu dhe ata që janë deri në gradën 23 të shenjës së ujorit do të preken. Këta ndër që preken më tepër dhe e alternuar është nga grada 23 e shenjës së luanit deri në gradën 3 të shenjës së virgjëreshës, pra i kemi të duke qenë se ndodhen përballë. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për shenjën e shigjetarit dhe atë të akrepit, po ashtu dhe demi me binjakët. Janë shenjë vërtet shumë të prekura, të teta këto domethënë. Nuk po themi që shpëtojnë shenjat kardinale, të gjithë jemi të prekur sepse kemi edhe Jupiterin, i cili është një ndër karakterët kryesor të këtij eklipsi. Po vazhdojmë me analizën e këtij eklipsi. Atëherë, në Shqipëri dhe në gjithë Ballkanin, duke qenë se jemi të njëjtën zonë ore, pra është në orën 13:01 të drekës, do të jetë ditën e martë, është në datën 17, pra ditën e martë të javës tjetër. Është një ndër eklipsat më të fuqishme që kemi pasur pothuajse për 20 vitet para dhe që do të kemi dhe në vazhdim. Ky është një ndër ciklet, ose më të themi është vazhdimi i një cikli i cili ka qenë edhe eklipsi i muajit shkurt, kërkoj ndjesin muajit shtator, ishte eklipsi i hënës që ishte në datën 7 shtator të 2025-s. Kemi vazhdimin e të njëjta tematikave, por në këtë rast kemi mbarimin e tyre, të gjitha ato çfarë ngelen pak a shumë të hapura që nuk dinim se si ti menaxhonim, nuk i perceptonim, më të them, kjo është edhe arsye që nuk i menaxhonim dot.
tashmë me këtë eklips duam vazhdojmë ne menaxhojmë po si menaxhojmë do t'i mbyllim. Për Shqipërinë në përgjithësi, po marr kështu nuk mund të them që është një eklips i cili nuk ka rrugdalje për hartën e Shqipërisë bëhet fjalë, duke qenë se ka një kënd pozitiv me nyjen tonë veriore. Nyja veriore e Shqipërisë është në gradën 28 të shenjës binjakëve. Dhe si rrjedhoj, duke qenë se ka drejt për së drejti një kënd pozitiv me këtë eklips, do me thënë që ne kemi aftësinë në këto momente që të mbyllim një cikël vicioz i cili ka të bëjë me udhëheqjen. Duke qenë se ky eklips në të vërtet këtë ka temën kryesore, ndryshimi i udhëheqjes, mënyrës udhëheqjes detyrimisht, por shumë udhëheqjes në të gjithë botën, drejtues, ata që janë mbrapa skene dhe para skene, do të fillojnë që të kenë ndryshime të dukshme këtu, duke qenë se është eklips dielli, do me thënë dhe vdekje fizike, por nga një anë mund të thënë edhe rënje. Kemi ndryshime të shumta të gjitha balancave që kemi në botë, madje të gjitha këto lajmet që po dalin në këto momente, dosjet që po dalin në skenet tjerë, detyrimisht janë të planifikuar, po këtë besoj se din të gjithë, nuk është diçka që mendoj vetëm unë ose që diskutohet vetëm në ambientin tim. Jam se sigurt që në të gjitha ambientet diskutohet, është në mënyrë që në këto momente të përzgjidhen ata të cilët do të sakrifikohen. Pse po ndodhi gjitha kjo? Sepse është momenti që ata që bëjnë sakrificën, pra që flijojnë diçka ose dikë në këtë rast, do të kenë përfitime vërtet shumë të mëdha, kolosale. Dëshkimi që vjen më vonë është edhe më i madh, por jo të gjithë në këto momente po mendojnë këtë, si që si fillim mendohet përfitimi, sepse më vonë mund të gjenden në sakrificat të tjera në mënyrë që të mbyllin këto që po humbasin tani. E të tjerë. Gjithsesi, duke qenë se thash që kemi ndryshime shumë të mëdha të udhëheqjeve, këtu kemi një problem vërtet shumë të madh. Edhe pse ne në Shqipëri kemi shumë të thjeshtë, më të thjeshtë, them për ta anashkaluar, kjo do të thënë që do të mundemi ta bëjmë. Kishim një eklips dielli në Mars, i cili ishte problematik për ne si shqiptar, duke qenë se prekin në mënyrë të dukshme hëna jon. Dhe kjo do me thënë që populli, gjithsesi, kjo eklips i diellit do të rihap të njëjtat plagë. Pra si që thash, ato çfarë ne i kemi kuptuar apo do nuk e kemi kuptuar, i kemi menaxhuar apo nuk i kemi menaxhuar, tashmë do të rihapen në mënyrë që të mund të futemi në një epokë të re. Po futemi në epokën e ujorit, por kjo nuk do me thënë se është e thjeshtë, kjo nuk do me thënë se të gjithë do të mund të bëjmë ballë ndryshimit të dimensionit që po ndodh në këto momente, sepse duhet një farë vetëdijësimi që të mund të kalosh aty. Problemi është këtu, se ndërkohë që në botë, aktualisht në botë nuk kujtonë, nuk bëhet fjalë vetëm për Shqipërinë, por fjalë për në gjithë botën, ka shumë persona që janë shumë të vetëdijshëm, që kanë shumë informacione, si ezoterike, po ashtu të ndjesë si të përdorin ato, ka shumë persona që mundohen që të mbajnë masat, popullatën në një padituri, që të mbajnë, domethënë, në një formë të cilën është më thjesht për të manipuluar. Kjo është edhe një nga arsyet që ky eklips i diellit në këto momente ka shumë rëndësi. Forma e këtij eklipsi është në formë unaze dhe ngjashmëria pra është tek Saturni. Dhe ka shumë tematika të Saturnit. Si rrjedhoj, do me thënë që kemi në këto momente shpimin e gjithë kupolës e cila na ndan nga qielli. Unë këtë e kam thënë dhe tek një bisedë që kam pas bërë me Juvelta Durin, tek një ftesë që kam qenë në radio, që jemi në momentin ku ndarja që është bërë dikur me qiellin, tashmë do të shpërbëhet, ose më them do të bashkohen përsëri me qiellin. Kjo është edhe arsye që do të kalojmë në një fazë të re, edhe ne si individ, edhe si tokë, pra në një dimension të ri ku informacionet që marrim nga dimensionet e tjera, nga universi do të shtohen, sa vjen koha do të shtohen në mënyrë që ne të vetëdijsojmë. Por për sa kohë ka individ që ju intereson që njerëzit të jenë ignorant në kuptimin e vërtet të fjalës, do ta kemi shumë më të vështirë. Ky eklips i diellit për këtë arsye është vërtet i vështirë. Është vërtet shumë e vështirë për të menaxhuar, sepse është shumë irritues dhe pak më tepër se që thash, në themelin e tij ka konceptin e sakrifikimit. Prandaj dhe në këto momente
kemi një shpërndarje të një informacioni, një furi vërtet shumë të madhe të shpërndarjes së informacionit dhe kjo në një farë mënyrë të krijon një farë trullosjeje ose një farë mjegullimi në trurin tonë. Mund të jetë një nga arsyet që mund të kemi probleme deri tek eklipsi i diellit, madje edhe më tutje që të kemi shumë vështirësi për të përqendruar. Kemi filluar ta ndjejmë që tani shumë gradualisht, por edhe më vonë do të vazhdojmë ta ndjejmë. Duke qenë se ndodhet tek një shenjë ajri, është pak a shumë sikur të kemi marrë një gaz i cili mpin kokën dhe si edhe mund të kemi reagime të pahishme ose disa reagime të cilat nuk janë të përshtatshme për ambientin. Kjo mund të shprehë në forma të ndryshme, por ka shumë qeshje histerike ose mund të kemi edhe një melankoli shumë të thellë sepse nuk e dim se çfarë na mungon e të tjerët, ose nuk kemi në kontroll të plotë të vetes tonë dhe të ambientit, si edhe kjo do të shprehë në mënyrë të dukshme deri tek eklipsi i diellit dhe më pas, është pak a shumë një periudhë një mujoshe që do ta ndjejmë në mënyrë shumë dominante. Nuk po them që pas kësaj do të kaloj sepse ky eklips i diellit do ta ketë efektin e tij, ndikimin e tij për 2 vite e gjysmë pothuajse, për 2 vite e 5 muaj në vazhdim. Prandaj është një ndër eklipset e diellit shumë më të rëndësishme që do të kemi nuk mund të them për këtë vit, sepse do të kemi edhe eklipset e verës, të cilat janë vërtet shumë të rëndësishëm, por te ky cikël ose te ky seri eklipse që kemi në këto momente, është ai që do të na detyrojë që të hapim syt. Por kjo migullim që po krijohet është një migullim vërtet aq artificial dhe aq i fuqishëm sa ne në të vërtet do të na duhet edhe një sforco shumë e madhe në mënyrë që të kuptojmë se çfarë po ndodh në të vërtetë. Flas tani se si do të ndikohet zona, ambienti kur ne jetojmë, ose më thënë në Ballkan në përgjithësi. Këtu përfshihet edhe Shqipëria, përfshihet edhe Kosova, përfshihet edhe Maqedonia, duke qenë se më pyesni shpesh a ndikon në të gjitha, detyrimisht ndikon në të gjitha trojet. Ndryshon maksimumi disa minuta, domethënë, por kemi një ndikime pak a shumë. Atëherë, në përgjithësi, do të ketë një ndikim vërtet shumë të madh ky eklips në kontratat që kemi bërë ose në marrëveshjet që janë bërë me jashtë shtetin, dhe në përgjithësi njerëzit do të fillojnë që të perceptojnë se çfarë ka ndodhur deri në këto momente. Do të kemi një rritje të dukshme të vetëdijësimit të individit. Kjo vjen si rrjedhë e sakrificave, këtë po më duhet ta analizoj, pra do të na duhet që të heqim dorë nga diçka, dhe këtu në përgjithësi mund ta kemi shumë të thjeshtë nëse heqim dorë nga zakonet të cilat na kanë mbajtur mbrapa, ose nëse heqim dorë nga bestytnit tona, të cilat vërtet na kanë kushtëzuar dhe nuk na lejojnë që të dëgjojmë edhe njëri tjetrin, nuk na lejojnë që të dëgjojmë edhe personat që kemi përballë, po ashtu edhe të dëgjojmë informacione që në këto momente janë të sakta dhe që vijnë pak a shumë nga brenda nesh, nga higher self, se nuk përmunges fjalën në shqip. Pra, ne kemi të gjithë një lidhje që kemi me universin. Kjo është e dobët apo e fortë nuk ka fare rëndësi. Në këto momente të gjithë po marrim shumë informacione, shumë downloadime. Por kemi vërtet nevojë që të pushojmë mirë botën që kemi rreth rrotën, që po vëmë një zhurmë kaq të madhe në mënyrë që të mund të dëgjojmë zërin që vjen nga lart, pra, nga krijuesi jon. Siç e thash, do të na duhet që ne të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm në mënyrë që të marrim downloadimet ose të perceptojmë mirë downloadimet që kemi në këto momente, dhe si rrjedhoj të bëjmë edhe persona të cilët bëjnë ndryshime në jetën e tyre. Okej, kolektivi ka shumë rëndësi, këtë kam thënë disa herë tek të gjitha ciklet e hënës që kemi pasur dhe tek parashikimet javore që kanë bërë kohët e fundit, por në këto momente duhet të bëjmë ndonjëherë si në fillim individ që të jemi të shëndetshëm. Dhe kjo hën e plot për mendim këndjes, ky eklips dielli për kjo hën e re, këtë ka si temë kryesore që ne duhet të dimë se çfarë të sakrifikojmë në mënyrë që të kemi fitimin maksimal. Fitimi maksimal, edhe pse do mund të jetë material, këtu e rëndësishme është që të kuptojmë që asnjë gjë nuk e marrim dot me vete kur vdesim. Pra, vetëdijësimi, informacioni ose më të themi eksperienca toksore është ajo e vetmja gjë që ne mund të marrim me vete. Prandaj nëse se këtë kalojmë në potencialin e saj maksimale, detyrimisht do të kemi më tepër përfitim. Por në qoftë se mendojmë që personi që kemi përballë po fiton më shumë se unë, ngela unë mbrapa, kjo është një eklips
dielli i cili nuk do të falë më, sepse jemi futur tashmë në një fazë ku jemi të detyruar që të marrim informacion, jemi të detyruar që të vetëdijsohemi. Nuk mund të ngelemi më në dimensionin e tretë, pra duhet të kalojmë në dimensionet e më sipërme. Këto ishin ndikimet që kemi në këto momente, që janë në përgjithësi në rajon dhe siç e thash ndikojnë më tepër shoqërinë. Ndikimet që kemi në lidhje me shëndetin, kemi përhapjen, vazhdimin e përhapjeve të epidemive, duke qenë se është ky eklips është i vendosur tek një fix. Ka një ndër ndikimet e tij kryesore që përhapen shumë epidemi. Kërkoj ndjes, larg qoftë, nuk kemi pandemi. Një ndër ndikimet e tjera që ka është edhe një rritje në dhunë dhe një disbalancim shumë të madh në ambientin botror, por këtë po e vëmë që tani. E thash edhe në fillim që eklipsi, duke qenë se është një ndikim vërtet shumë i madh qiellor, kemi ndikimet që një muaj përpara pothuajse do të vazhdojnë edhe një muaj më vonë, edhe pse do të vazhdojmë që të ndijmë si nën temë për 2 vite e 5 muaj me radhë, edhe në vazhdim pra. Duke qenë se është në një formë unaze, kjo do të thonë që nga ky eklips mund të kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe në socializim. Madje nga ky eklips mund të kemi edhe fillimin e lidhjeve vërtet shumë serioze, që do të thonë kemi edhe fillimin e martesave ose mbarimin e beqarisë, pra si i thonë. Ideja është këtu, që çdo gjë që fillon me një eklips në formë unaze është shumë e vështirë më vonë që të mbarojë, sepse duke qenë se ka formën e Saturnit, kjo do të thonë që mund të jenë lidhje vërtet karmike, prandaj edhe të gjithë personave që po mundohen që të krijojnë diçka në këto momente, ose që janë në fazat e para të njohjes, do të këshilloj që të jemi më të vetëdijshëm. Duke qenë se, siç e thash, efekti i mjekullimit dhe mospërdorimi i duhur i inteligjencës tonë në këto momente është vërtet shumë aktiv. Si rrjedhoj që të jemi vërtet shumë të vëmendshëm me lidhjet që krijojmë ose martesat që po bëjmë në këto momente, është vërtet e këshillueshme, sepse si përfundim pastaj ne e pësojmë. Ndikime të tjera që do të kemi sipërfaqësimet e të gjitha problematikave që kemi pasur në marrëdhëniet e punës. Të gjithë personat të cilët kanë pasur probleme, është bërë padrejtësi tek vendi i tyre punës, madje mund të kemi pasur edhe probleme prorëtan sepse prej tyre ka ardhur kjo padrejtësi. Janë persona të cilët vërtet nga ky eklips do të ndikohen në mënyrë të dukshme. Një ndër arsyet që po ndikohen, e kam vënë madje edhe tek rreti im shoqëror, tek gjithë në ambient, persona të cilët po ndëshkohen në një farë mënyre, është sepse kanë tejkaluar masën e punës që ata duhet të bënin. Pra si do janë futur në hak vetes së tyre, duke bërë dhe punët e tjerëve. Prandaj edhe në këto momente që të kemi një drejtësi dhe një balancë në çdo gjë që bëjmë, ka shumë më tepër rëndësi, por si rrjedhoj e këtij eklipsi do të kemi edhe mbarimin e këtij lloj probleme, sepse do të thonë që ne do të vetëdijsohemi dhe do të dimë se ku të qëndrojmë, do të kemi atë balancë që na nevojitet. Prandaj edhe personat që kanë pasur probleme të kësaj natyre, në përgjithësi do të fillojnë që të shikojnë zgjidhjen se ku është, kush mund të ndryshojë komplet punën, kush mund të rregullojë balancat brenda punës, varet komplet, është individuale, por në përgjithësi këto të vëmre të gjithë. Domethënë nuk është thjesht në Shqipëri, por përse është komplet botërore, në gjithë Ballkanin kemi të njëjtin efekt. Duke qenë se gjatë këtij eklipsi do të kemi shumë vendosje tek shenjat e ujit, madje është elementi më dominant, kjo do të thonë që jemi vërtet shumë më të ndjeshëm, dhe siç e thash edhe pak më parë, elementi i melankolisë është vërtet shumë i lartë gjatë këtij eklipsi dielli, duke qenë se ylli fiks që është i vendosur ka një efektin e tillë, që jep një farë melankolie, sepse nuk e dim se çfarë na mungon. Ka ndikime për këtë arsye, të cilat do të na prekin ato telat e brendshme. Nuk mund të them që është një ndikim negativ, sepse jemi shumë më të aftë tashmë që të kuptojmë veten tonë. Ky është një ndër ndikime më të rëndësishme të këtij eklipsi, që ndjenjat, logjika e kuptojmë që janë në një të gjë, dhe si rrjedhojmë arrin që t'i gërshetojmë shumë mirë dhe t'i përdorim ato pothuajse në mënyrë perfekte pas kësaj. Por përsëris është një eklips që duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sepse është i vështirë për të menaxhuar, por ana më pozitive e të gjithë kësaj, domethënë të gjitha këto çfarë po ndodhin, është për të mirën tonë, asgjë nuk ndodh për të keqen tonë, është thjesht ne të mësojmë pra nëpërmjet sfidave se ku duhet të ndalojmë, pra të mos e tepërojmë me punën, siç e thash pak përpara.
po ashtu edhe të mund edhe të kuptojmë, domethënë dhe të logjikojmë edhe ndjenjat tona dhe si rridoj të veprojmë në mënyrë edhe më të logjikshme, por edhe që është më përshtatshme edhe nga ana jonë shpirtërore. Për këtë arsye, të gjitha lidhjet të cilat i kemi kaluar tashmë në atë filtrin e logjikës, do të bëjmë vërtet lidhje shumë të rëndësishme për ne, sepse do t'i kemi kaluar tashmë provat e jetës. Si rridoj, të gjitha lidhjet që krijohen nga ky eklips janë vërtet lidhje shumë stabël, janë vërtet lidhje shumë të fuqishme dhe që i rezistojnë vërtet shumë kohës. Por përsëris, në qoftë se ne nuk jemi të vëmendshëm dhe marrim jetën tonë persona që nuk i kemi sprovuar një përpara, nuk e dim, nuk kemi shumë të sigurt nëse janë apo janë të përshtatshëm për ne, vërtet që mund të bëhen shumë problematike, madje jemi edhe në një fazë, ose më them ky eklips mund të thotë edhe martesa të cilat janë shumë problematike, të cilat shkaktojnë edhe dëme të rëndësishme në të ardhurat materiale, sepse krijojnë një bazament i cili nuk është fare i përshtatshëm për të ndërkuar diçka. Pse po ndaloj kaq shumë tek martesat dhe pse po kam ndaloj kaq shumë tek lidhjet? Duke qenë se kemi shumë vendosje, madje edhe Jupiteri është i vendosur tek një shenjë uji, edhe Venusi është i vendosur tek shenja e peshqve, po ashtu kemi edhe disa vendosje të cilat kanë vërtet tematikën e martesës, pra krijimin e një qelize shumë të rëndësishme në shoqëri. Kjo do të thotë që është një nga temat më të rëndësishme në këto momente, por edhe për këtë arsye mund të jetë një nga temat që mund të jetë më të sulmuara, sepse duhet ta provoj veten e tij. Por përsëris, është një nga momentet ku mund të krijojmë vërtet lidhje shumë të shëndetshme, mjafton që ne të zgjedhim atë që është i përshtatshëm për ne, sepse në këto momente do të kemi vërtet shumë zgjedhje që do të dalin përpara. Pak më tepër që do të jetë Shën Valentini përpara dhe shumë persona e di këtë, e kam parë domethënë dhe në ambientin që më rrethon, që vërtet fillojnë lidhje sepse gjatë kësaj periudhe ndjejnë atë nevojën për të pasur dikën në jetën e tyre, por përsëris është e rëndësishme që të zgjedhin persona të përshtatshëm për ne, jo thjesht për të lidhur. Për sa i përket shëndetit e thash, nuk është se kemi ndikime specifike nga kjo, edhe pse mund të kemi përhapjen e epidemive, por këto epidemi janë në përgjithësi ato që na kanë ngelur. Tani nuk është se do krijohet diçka e re, domethënë, por fat të mirë kemi mësuar, mjafton që të jemi të kujdesshëm. Duke qenë se është shenja e ujorit, ku po ndodh kjo hënë e re, ose eklips dielli, kjo do të thotë që kemi shumë të prekur sistemin nervor. E përmenda që kemi atë efektin e mjegullimit dhe si rrjedhor mund të kemi shumë të prekur shikimin. Nga ky eklips dielli, vërtet që të gjithë personat që kanë probleme, si dhimbje koke për shembull në këto momente, duke qenë se është i vendosur, kemi shumë vendosje të disa yjësi të cilat janë vendosur te pjesa e kokës të yjësive, pra, si rrjedhoj, dhimbje koke në këto momente janë më së normale, nuk po them që duhet janë anashkarin, po them që janë më së normale, por merrni seriozisht. Dhe mund të kemi dhe vërtet probleme me syt. Të gjithë personat që i kanë më delikat pjesën e syve, do të këshilloj që në këto momente patjetër të jeni më të kujdesshëm. Si duhet jemi të kujdesshëm? Duhet jemi të mos shikojmë shumë ekranin, sidomos në errësirë të mos e shikojmë. Këto janë gjëra që i dim tashmë, nuk besoj se kemi nevojë që t'ju përsërisë ato. Por sa më tepër ta limitojmë, deri tek eklipsi i diellit të paktën ta limitojmë kohën që kalojmë përpara telefonit, aq mirë na bën. Në qoftë se nuk e keni punën përpara kompjuterit, të ju këshilloj që vërtet të shpërndani syt, të dilni në natyrë. Në këto momente që të jemi jashtë në natyrë vërtet na bën mirë, sepse gjatë eklipsit dielli dhe elementi tokës do të jetë shumë i ulët. Si rrjedhoj që ne të bëjmë tokëzim vetë si individ ka shumë rëndësi. Dhe një ndër ndikimet e tjera që është shumë e rëndësishme është varrosja e gjithçkaje që deri në këto momente neve na ka penguar. Por është edhe në të njëjtën kohë, sepse kemi dualitet vërtet shumë të madh nga ky eklips i diellit, mund të thotë edhe varrosja e gjithçkaje që ne në të vërtet mund na bënte të kuptonim se ku qëndron vërtet problemi në shoqërinë tonë, sepse çdo gjë po ndodh mbrapa skene. Prandaj dhe në qoftë se jemi të vëmendshëm në këto momente, do të kemi edhe aftësinë që
të mund të shikojmë se çfarë ne mund të bëjmë si individ që të rregullojmë ambientin tonë mirë. Por përsëris, ky eklips i diellit, edhe pse do të jetë tek shenja ujore, që normalisht do të thotë komuniteti, domethënë shoqëria, si fillim do të jemi pak më të ndërgjegjshëm për veten tonë, sepse vetëm individi i shëndetshëm mund të bëjë një shoqëri të shëndetshme. Madje ky eklips diell, duke qenë se do të kemi disa vendosje shumë të rëndësishme që janë te gradat e para të shenjës së Dashit, që është Saturni dhe Neptuni. Kjo do të thënë një balancim vërtet shumë i vështirë në egon ton, ose në identitetin ton, prandaj edhe që të jemi të vetëdijshëm mirë, si fillim për veten ton. Pastaj nëse ne ngjelet fuqi të shikojmë ambientin, do të jetë më e rëndësishme, në mënyrë që përsëris të mos bijmë për e gjithë manipulimit që po ndodh në këtë moment në ambient dhe të mos na shkasen ka ato gjëra që po mundohen që të fshihen nga ne. Pra, mos shikoni të zhurma, shikoni thjesht realitetin ashtu siç është, fotografinë e plotë. Po them një ndikim i cili është i bukur. Si që thash, kjo eklips dielli ka vërtet ka simbolika vërtet shumë të rënda, do kuptimin që kam peshë të madhe. Kjo nuk do të thënë që është patjetër e rëndë, do të thënë që vërtet ka shumë peshë dhe që mund të përdoret, mund të tërhiqet si të duan. Mjafton që individi ose personat që duan ta përdoren të kenë informacionet e nevojshme. Por në qoftë se kalojmë tek ndikimet që do të ketë tek masat ose tek individi i cili këtu përfshihemi edhe ne, i kemi pak më të buta, jemi pak më tepër tek ndjenjat, arrim që të perceptojmë me anën e emocioneve ose të ndjenjave tona, me intuitën tonë, arrim që të kuptojmë shumë më mirë universin. Dhe për këtë arsye, të gjithë personat, po e them këtu, të gjithë personat që kanë një lidhje shpirtërore, pra që janë besimtar, këtë eklips të diellit do ta përjetojnë shumë bukur. Kemi disa vendosje të cilat e përforcojnë vërtet shumë besimin. Këtu nuk flas për fet, po flas për besimin. Domethënë lidhjen që ne kemi me Zotin, lidhjen që kemi me Krijuesin. Kjo është pa kalime në ato fetare, doktrinat fetare, po them thjesht për këtë. Kjo sepse kjo do të përforcohet edhe më tepër, do të kuptojmë më mirë se çfarë kuptimi ka. Individi do ta kuptojë shumë më mirë dhe do të ndihet vërtet shumë mirë brenda për brenda atë besimit të tij. Dhe mund të heq dorë edhe nga çdo gjë që deri në këtë moment atë ka penguar që të vetë dijohet. Për këtë arsye është një eklips shumë i fuqishëm dhe shumë pozitiv. Ai shpimi i kupolës së qiellit që përmendam përpara në këtë aspekt është shumë pozitiv. Sepse arrim që të kuptojmë se cila është rruga që ne duhet të ndjekim si shpirt, pra. Dhe kemi edhe prezantimin me shpirtin ton binjak. Këtu nuk do me thënë patjetër që duhet të lidhemi, duhet të krijojmë martesa të tjera, edhe pse kjo është një nga temat kryesore të këtij eklipsi, po them që ne njihemi me shpirtin ton binjak, se si duhet jetë ai si individ ose ajo si individ. Cilat janë karakteristikat që ne na ndihmojnë që të arrijmë një vetëdijsim dhe të kemi një ndikim më pozitiv tek kolektivi. Këtu bëhet fjalë për kolektivin komplet si njerëzim. Për këtë arsye është një ndër eklipsat më pozitive që mund të ekzistojë, por përse ka ndikime shumë të rënda sepse ka vërtet shumë të vështira, kemi një vështirësi shumë të madhe për të balancuar gjërat, por nuk do të thënë se është e pamundur, përkundrazi. Në momentin që ne fokusohemi thjesht tek qendra jote, e kemi vërtet shumë herë më të thjesht që të perceptojmë edhe këtë pjesën tjetër, pra. Edhe shpirtin ton binjak. Çfarë si ngjan, me kë ngjan, çfarë na nevojitet, si mund të bashkëpunojmë, pra, si fillim me një individ të caktuar në mënyrë që pastaj të mund të bashkëpunojmë me komplet kolektivin. Është përses një ndër ndikimet më pozitive që kemi në përgjithësi, është i vështirë si eklips sepse ka shumë elemente të cilat duhet përdorur, por është shumë pozitiv për këtë arsye. Të gjithë personat përses që kanë besimin e tyre do të dalin shumë më të ripërtëritur nga ky eklips. Do të jenë djegur, se do të kenë ikur të gjitha ato mbeturinat e kushtëzimeve që na bën shoqëria dhe si do të kemi një besim shumë më të pastër. Këtu kemi një ndikim shumë të fuqishëm nga Jupiteri. Jupiteri është vendosur tek shenja e Gaforës në këtë moment dhe është në retrograd. Pavarësisht kësaj, duke qenë se do të ketë kënd pozitiv edhe me Mërkurin,
Kjo do me thënë që ne kemi një aftësi vërtet shumë të madhe që në këto momente të gjithë ndihmën që na vjen nga sistemi ta përdorim dhe ta përkthejmë këtë në krijimin e një familje, pra siç e thash, qelizës më të rëndësishme të shoqërisë, në një familje vërtet shumë më të shëndetshme. Kjo do për këtë arsye kemi edhe krijimin të martesave të tjera dhe mund të kemi edhe lindjen e fëmijëve ose krijimin e tyre detyrimisht. Shenja e gaforës si rrjedhor është ndër shenjat që do të ndikohet më pozitivisht, vërtet që do të ndikohet më pozitivisht, pavarësisht se ka kënd negativ me këtë eklips dielli, pavarësisht. Dhe më duhet ta them që meriton se po bëm pothuajse një 2 muaj që po them që shenja e gaforës është një më sfiduar. Gjithsesi, kthehemi në temë. Duke qenë se kemi 2 vendosje shumë të rëndësishme te gradat e para të shenjës së dashit, edhe shenja e dashit është shumë e ndikuar, nëse krijojnë të balancën pra, sepse kemi disi një disbalancim në këtë moment, Saturni sapo ka kaluar tek shenja juaj. Normale që mund të kemi pak vështirësi që të mësojmë këtë energji të re, por ky eklips i diellit për shembull ndikon pozitivisht. Dhe si rrjedhor kemi edhe aftësinë, domethënë që edhe nëse na del një problem përpara, do të mund ta zgjidhim. Një ndër këshillat e mia do të ishte për shenjën e dashit që të qëndrojmë besnik ndërgjegjes tonë dhe karakterit tonë. Pra të mos bëjmë gjërat thjesht sepse ashtu është na është indikronuar, na është imponuar, vetëm sepse ashtu kemi mësuar dhe kërkon shoqëria nga ne, vërtet që duhet të qëndrojmë besnik ndërgjegjes tonë dhe asaj çfarë është etike. Kjo është një ndër kushtet që ka shenja e dashit në këto momente, ata e kanë më tepër, por të gjithë ne e kemi. Ata e kanë dhe më tepër se të gjithë të tjerë, sepse në këto momente shenja e dashit duhet të japi provën si individ. Nëse është apo s'është i aftë për të qenë lider shpirtëror. Është prova e fundit që duhet t'i jepni dhe mendoj që keni dhe aftësinë sepse keni stërkaluar tashmë shumë sprova që në jetën tuaj. Pak më tepër që kishte dëshironi për një kohë shumë të gjatë në retrograd me kënde negative e të tjerë, prandaj në këtë moment e keni mësuar se si të qëndroni besnik integritetit tuaj. Gradualisht kanë filluar tashmë tek shenjat të flas, përpara se do flas edhe më gjerë tek dashi, po do të them edhe një herë ndikimin që kemi tek natyra. Ky eklips i diellit ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm për sa i përket tërmeteve, për fat të keq. Dhe duke qenë se zona jonë komplet Ballkani është në ndikime televizive të vazhdueshme tektonike, duhet të jemi shumë të kujdesshëm në këtë pikë. Se si duhet jemi të kujdesshëm tashmë e dini, nëse nuk e dini, domethënë përforconi shtëpinë tuaj, nëse keni përgatisni një çantë për tërmetet e të tjerë, sepse nuk i dihet asnjëherë. Dhe nëse jeton në një zonë e cila ka tendencë që të kemi rrëshqitje të tokës, normalisht që duhet merrni masa në lidhje me këto tema. Mund të kemi përhapjen e sëmundjeve gjithsesi, po këtë kemi pasur për një periudhë të gjatë, ka filluar pra, por përsëris ndikimet e eklipseve janë shumë të fuqishme dhe i jehojnë edhe mbrapa në kohë, si edhe mund të kemi filluar të ndjejmë që para një muaji pothuajse. Dhe mund të kemi dhe sulme terrori. Tani problemi është këtu. Duke qenë se terrori është për një term i cili nuk i di se ku ti ngjitet, në të vërtetë është kemi sulme kundrejt drejtësisë ose të drejtave të njeriut. Nëse perceptojmë në këtë mënyrë, atëherë ta vëmë rëshëm që në këtë moment në gjithë botën po ndodh diçka e tillë. Por përsëris zhurma që po bëhet në mënyrë që ne të na vihet një vellu përpara që ne të mos shikojmë realitin ashtu siç është, prandaj edhe një hap mbrapa, mundësisht informacionet që merrni filtrojeni disa herë, çfarë ju nevojitet atë mbani. Jo të gjithë zhurmën që po dëgjohet aktualisht në botë, jemi të detyruar ta dëgjojmë, bëni drejtare në disa raste dhe vazhdoni jetën tuaj. Okej, këto ishin ndikimet që kishim edhe tek natyra. Dhe shira e të tjerë, po këto vazhdojnë që kemi. Pra, ekstremitetet, shanse do të jetë eklipsi më njëherë pas një fundjavë. Këshilla ime do të ishte që në qoftë se keni planifikuar udhëtime në mal për Shën Valentinin, do t'ju këshilloj që ta rishikonit edhe një herë, duke qenë se nga ky eklips mund të kemi
humbje të individëve kur janë normal, pra të alpinistëve e të tjerë. Prandaj dhe do t'ju këshilloja që t'ishte në ambiente të cilat janë pak më të njohura që mos merrni risque. Pra, për fat të keq Valentini këtë herë përkon fiks përpara një eklipsi dhe eklipset janë shumë më të fuqishme se të gjitha ndikimet e tjera qiellore. Pra, prandaj dhe kjo është diçka që duhet marrë parasysh. Atë përfilloj tek shenja e dashit. Edhe pse fola pak më përpara, gjithsesi tani po i përsëris dhe po vazhdoj dhe me pjesën tjetër që kemi të rëndësishme. Atëherë shenja e dashit e thash duhet të jetë shumë i balancuar në këtë moment, sepse po jep provimin e fundit drejt universit ose drejt sistemit që të provoj veten e tij që është person i aftë për të udhëhequr. Udhëheqja në këtë rast është me shembull. Pra duhet të krijoj balancën brenda vetes që të tregoj, të jetë shembull në ambientet ku jeton ose ku punon, që mund të jetë individ i cili ka mundësi që të udhëheq pra. Nuk e di nëse mund të shpjegoj se bëra një fjali me shumë mund. Gjithsesi, ndikime shumë të rëndësishme dhe shumë pozitive në të vërtet i kemi, sepse ky eklips i diellit do të thotë për shenjën e dashit tashmë mbarimi një periudhe ku mund të ketë pasur pengesa nga shoqëria ose brenda një ambienteve të ndryshme që të tregonte veten e tij. Si rrjedhoj, tashmë kemi aftësinë që vërtet të bëhemi individ që shkëlqejnë. Kemi një aura shumë të fuqishme, magnetike, e cila tërheq shumë njerëz rreth nesh. Dhe si rrjedhoj kemi dhe aftësinë që të ndërtojmë atë çfarë ne dëshirojmë. Sidomos nëpërmjet shoqërisë, nëpërmjet rrjeteve të reja që po krijojmë në këto momente, rrjeteve sociale. Këtu bëhet fjalë vërtet edhe për rrjetet sociale, për rrjetin social, për individët pra që kemi aktualisht në jetën tonë. Duke qenë se kemi disa vendosje tek shenja e peshqit, kjo për shenjën e dashit do me thonë edhe një botë e brendshme që vlon, ose më them që shumë aktive, s'mund të them vërtet që vlon. Kemi aktivizim pozitiv në këtë rast, imagjinata është vërtet shumë e lartë, kemi perceptim vërtet shumë të thellë të anës tonë psikologjike të botës tonë të brendshme. Dhe duke qenë se kemi edhe në kënd pozitiv të gjitha këto vendosje pothuajse me Jupiterin, kjo do të thonë që kemi fat vërtet shumë të madh që të materializojmë gjithçka që ne dëshirojmë në jetën tonë, në realitet pra, dhe të krijojmë familjen, shtëpinë, banesën që ne dëshirojmë. Për këtë arsye, për shenjën e dashit është një eklips shumë pozitiv. Nuk mund të them që ka një kënd negativ, vërtet që ka këndet pozitive. Mjafton që të jemi të kujdesshëm pra, sepse në këtë moment po testohemi, por tashmë siç e thash, jemi të pajisur me të gjitha mjetet, sepse deri në këtë moment i kemi mësuar dhe mjafton që të përdorim ato çfarë kemi mësuar. Për sa i përket çështjeve sentimentale, shenja e dashit është në këtë moment një ndër shenjat e favorizuara, nuk mund të them që s'është e favorizuar, por në përgjithësi ndikimi më të fuqishëm do ta ketë drejt krijimit të marrëdhënieve, të lidhjeve të cilat janë afatgjata pra, të cilat krijojnë familje. Si rrjedhoj, fillimin e lidhjeve të reja nuk mund të them që është shumë aktive për shenjën e dashit, nga ky eklips paktën. Okej, pra lidhjet aktuale realizohen, ndërkohë që lidhjet të reja edhe po edhe jo. Po e themi në këtë mënyrë. Shenja e Demit, por shenja e Demit ky eklips dielli është shumë i rëndësishëm, duke qenë se është në grad negativ me Uranin, i cili është drejtuesi i këtij eklipsi. Për këtë dhe është i vendosur tek shenja juaj, prandaj edhe kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm i cili na sfidon në mënyrë të dukshme. Pak më tepër që është edhe fiks tek shtëpia e potencialit ton të plot, si edhe këtu sfidohemi shumë, sfidohemi edhe në karrierë, sfidohemi edhe nga familja jon, po ashtu edhe nga personat që kemi në jetën tonë. Nuk po them thjesht çështje sentimentale, po them të gjithë njerëzit që kemi në jetën tonë në këtë moment ne na sfidojnë. Si do t'ja dalim ban? Do t'ja dalim ban sepse kemi një ndim vërtet shumë të madhe nga drejtuesi, që është Venusi, është i vendosur në këtë moment tek shenja e peshqive. Këtu Venusi merr formën e saj më të bukur dhe më të butë. Të paktën për ju ka ndikimet më pozitive, është vendosja e saj më pozitive. Edhe më pozitive se kur është tek shenja juaj. Sepse këtu Venusi vërtet imagjinatën e përkthen në materie dhe në këtë moment e keni vërtet nevojë për të. Duke qenë se jeni të sfiduar nga të gjithë njerëzit rreth rrotull, realizimi i ëndrave tuaja ka shumë rëndësi. Prandaj do të këshilloj që të fokusohemi pak më tepër këtu. Sfidat që përballeni në këto momente nuk janë negative.
por janë shumë të lodhshme. Nuk janë negative për arsyeën sepse po heqin nga jeta juaj edhe individ, edhe situata, edhe punë në disa raste, karrierë, madje edhe mund të zhvendoseni pas këtij eklipsi, sepse do të filloni që të jetoni jetën që ju meritoni. Pra, do të arrini drejt, të filloni që të ecni drejt potencialit tuaj. Kjo është një nga arsyet që për shenjën e Demit, pra për ju, ky eklips dielli është shumë i rëndësishëm, do t'i këshilloj ta merrni seriozisht deri në datën 17. Të gjitha gjërat që po ndodhin në këtë moment nuk janë kundërsh ose nuk po ju ndodhin juve, po ndodhin për ju. Nëse e shikoni si mundësi, keni aftësi vërtet shumë të madhe që të shëroni njerëz si fillim veten tuaj dhe të mund të filloni të krijoni jetën që ju meritoni. Përpërsisht, pas kësaj vërtet që do të jeni vazhdimisht në rritje. Edhe Urani do të ka mbaruar tashmë retrogradën, pra nuk ju sfidon aq më sa përpara, nuk keni më kriza, nuk bërtisni pra brenda vetes tuaj. Ndërkohë që vendosja e Saturnit dhe Neptunit tek shenja e Dashit, për ju domethënë tashmë një botë e brendshme e cila duhet marrë me seriozitet. E njëjta gjë është e vlefshme dhe për ëndrat. Prandaj, nëse në këtë moment keni ëndra më aktive, kjo do të thotë që keni dhe mundësinë dhe aftësinë, nëse dëshironi dhe e përdorni, për të njohur veten tuaj më mirë, për të njohur subkonsciencën tuaj më mirë dhe si rrjedhoj traumat e të shkuarës të mund të te kaloni. Asnjë gjë nuk është negative përpërsisht, asgjë nuk na ndodh ne, ndodh për ne. Mjafton që të jemi në këtë pikë vështrim, e kemi shumë më të thjeshtë që të përdorim çdo gjë në avantazhin tonë. Për sa i përket shëndetit, shenja e Demit nga ky eklips dielli do të ndikohet vërtet sepse preket çdo aspekt i jetës dhe pak më tepër prekemi ne, edhe në trup, edhe në fizik, si rrjedhoj, në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm, të gjitha epidemitë që kemi në këto momente, virozat që kemi në këto momente, mund të na ndikojnë në mënyrë të dukshme shumë më tepër se të gjitha shenjat e tjera, sepse do të jemi të lodhur. Duke qenë se jemi të lodhur dhe sistemi imunitar është i lodhur. Për sa i përket çështjeve sentimentale, do të jemi më njëherë pas Shën Valentinit, po kjo nuk është arsye që po e them. Po e them sepse për ju jemi futur në fazën ku duhet të prezantoheni me personin tuaj të jetës. Futemi gradualisht në atë fazë, pra edhe për të martuar, edhe për të fejuar, për të kryer lidhje serioze, një lloj siç ishte edhe tek shenja e Dashit, do të futemi gradualisht edhe për ju tek ajo fazë, si që nëse nuk keni një individ në jetën tuaj, është periudha ku mund të njiheni, sidomos nëpërmjet shoqërisë, është më tepër e mundshme. Siç po vini re, shoqëria preket ndryshe, individi preket ndryshe dhe më duhet të them që ju vetë si individ, personalisht mund të prekeni komplet ndryshe, këto janë ndikimet e përgjithshme për një shenjë. Shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve ka ndikime në përgjithësi pozitive. Duke qenë se kjo eklips është tek shenja e Ujorit, kjo do më thënë që kemi mbarimin e një periudhe ku shenja e binjakëve e ka penguar veten e tij që të avanconte. Kjo do më thënë që keni mundësi që atë çfarë thashë, personat që kanë një farë besimi do të dalin shumë herë më të shndëruar në mënyrë pozitive nga ky eklips, kjo është fiks për ju. Do të arrini që të kuptoni atë pjesën tuaj që e keni në qiell, pra binjakun tuaj që e keni në qiell, po e them në këtë mënyrë, pra lidhjen që keni me universin, me sistemin, me kolektivin, do të arrini që ta ndjeni edhe më shumë. Do të përforcohet shumë, pra Kundalini do të rritet edhe më tepër, por nuk di të them në mënyrë tjetër, ka në gjitha mënyrat që di. Kjo është edhe arsye që shenja e binjakëve mund të jetë një ndër shenjat e cilat do të ketë përfitimet më të mëdha nga ky eklips. Kemi vendosje tek shenja e peshqve që normalisht do të ishte diçka negative, por është të vërtet shumë pozitive këtë herë, sepse kemi kënd pozitiv me Jupiterin që është i vendosur tek shtëpia juaj e vlerave. Si rrjedhoj, edhe ne vetvlerësimi na rritet, pra juve do t'ju rritet vërtet shumë vetvlerësimi gjatë gjithë kësaj periudhe deri tek eklipsi i diellit, dhe si rrjedhoj do të mund të ishte nga jetuar gjithçka që juve ju helmon, që ju pengon që të rriteni, që nuk ju bën të ndjeni mirë. Dhe pas kësaj do të kemi dhe aftësinë që të fillojmë që të krijojmë lidhje shumë më të shëndetshme. Kjo ashtu në të vërtet ishte pak a shumë para përgatitje për atë, sepse filluam që të shëronim edhe plagët tona të vjetra, mënyra e komunikimit tashmë është zhvilluar në mënyrë të dukshme, pak më tepër që ky është një eklips tek shenja e Ujorit dhe
edhe pse ndodh në kënd negativ me Uranin, i cili në këto moment është i vendosur tek subkonsciencia juaj, për ju kjo do të thonë krisja e gjithë e asaj, si themi, cipës e cila e mbulon të subkonsciencën tuaj për të dalë në sipërfaqe dhe si rrjedhoj kemi aftësinë tashmë që ta kuptojmë edhe më mirë, të kuptojmë pra veten tonë më mirë dhe si rrjedhoj të avancojmë në bazë të saj. Për këtë arsye, për ju kemi ndikime vërtet shumë të fuqishme dhe pozitive në përgjithësi nga ky eklips. Do të dalim vërtet shumë të fituar pra. Në qoftë se flasim në lidhje me çështje sentimentale për shenjën e binjakëve, duke qenë se do të kemi prezantime me botën tonë të brendshme, jemi shumë më të aftë që të perceptojmë se cilat janë personat e shëndetshëm për ne. Dhe mbi të gjitha kemi edhe mundësi që të dim se si të veprojmë kur personat na dalin përpara, sepse deri në këtë moment mund të kemi sabotuar lidhjet tona edhe pse personat përballë mund të kenë qenë të shëndetshëm. Pra, kemi aftësi tashmë që të i bëjmë ne vetë si individ të shëndetshëm dhe si rrjedhoj të kemi dhe krijimin e lidhjeve shumë më pozitive dhe të përshtatshme për ne. Ndër ndikimet më të rëndësishme që kemi në këto momente është dhe jeta jonë sociale, shoqëria, njerëzit që kemi në shoqërinë tonë janë të ndikuar në mënyrë të dukshme sepse ne i ndikojmë, ose më të themi, këto lloj marrëdhënies janë të ndikuar sepse këtu mund të kemi pak të vështirë në këto momente që të gjejmë balancën. Por në qoftë se e gjejmë këtë balancë, pra jemi pak më të qetë dhe atë intuitën që na vjen nga brenda përdorim edhe në këtë aspekt, do ta kemi vërtet shumë të thjeshtë. Më besoni që pas kësaj edhe lidhjet sociale, nëse kemi pasur të sforcuar deri në këtë moment, atë mund t'i rregullojmë. Deri këtë të premte, gjithsesi, do t'i këshilloja që edhe nëse dalin probleme, të mos i marrim me shumë seriozitet, të paktën të mos vendosim. Këtë po e them që tani, sepse vërtet që Saturni mund të na sfidojë. Por pas kësaj ta kemi shumë më të thjeshtë, për çështje sentimentale folëm, dhe në lidhje me shëndetin, shëndeti fizik është i prekur, është më tepër prekur se të gjitha shenjat e tjera pothuajse, sepse preket edhe sistemi jonë imunitar në mënyrë të dukshme dhe pak më tepër që viroza që kemi tani, kam thënë shumë shpesh kur kam folur për shenjën e briciapit, por edhe ju e keni të ndjeshme, kemi komplet pjesën e fytit dhe rrugët e frymarrjes, prandaj edhe për ju kemi të prekura, do të këshilloj për këtë arsye që të jemi më të vëmendshëm se të gjithë shenjat e tjera. Në qoftë se punoni në një kolektiv i cili ka shumë njerëz, pra do të këshilloj që të mbani dhe maskë. Deri tek clearingu, faleminderit, s'po më vjen mend fjala. Pra do të këshilloj që të mbanin maskë, sepse në këtë moment vërtet mund të prekeni më tepër nga viroza dhe mund të kalojë direkt pra tek rrugët e frymarrjes dhe ta keni më të vështirë pasaj që ta tejkaloni. Shenja e gaforës nga ky eklips dielli ndikohet vërtet shumë, po siç e thash, për fat të mirë, duke qenë se Jupiteri që është i vendosur tek shenja jonë, ka shumë kënde pozitive. Mbi të gjitha kemi kënde pozitive me Merkurin, me Venusin dhe me Njën Veriore. Kjo na ndihmon në mënyrë të dukshme që edhe nëse dalin probleme, t'i anashkalojmë. Pak më tepër që kemi një trup qiellor, një asteroid i cili është i vendosur tek shenja e binjakëve dhe është në kënd pozitiv me në këtë eklips dielli. Si rrjedhoj, edhe bota jonë e brendshme është në shërim e sipër në këtë moment. Ka filluar që këtë të shtonë. Kjo mund të jetë një nga arsyet që deri në këtë moment mund të kemi ndjerë një farë edhe melankolie, por edhe një farë çlirimi. Normal që sistemi nervor shumë i prekur, sepse kur kemi ka shumë vendosur tek shenja ujorit, detyrimisht është i prekur, pak më tepër që gjatë ditës së sotme. Edhe Venusi për shembull është i vendosur tek gradet e fundit të shenjës ujore dhe kjo për shenjën e gaforës do të thonë që është një ndikim edhe më i fuqishëm, sepse kemi kënd negativ me shenjën e ujorit. Si rrjedhë nuk e perceptojmë shumë mirë se nga na vjen problemi dhe mund të kemi probleme të menjëhershme. E njëjta gjë ndodh edhe nga ky eklips, sepse gjithçka është e papritur, del menjëherë në skenë dhe nuk kemi mundësi ose kohë që të reagojmë. Kjo është edhe arsye që ky eklips i diellit për shenjën e gaforës është disi i vështirë. Kemi mbështetje shumë të madhe dhe mjafton që të drejtojmë këtu. Ku e kemi mbështetjen? Në të vërtetë mbështetjen e kemi tek besimi që ne kemi, si tek vetja, po ashtu edhe nga mbrojtja që kemi marrë deri në këtë moment tek sistemi. Këtu bëhet fjalë edhe për sistemin qiellor, bëhet fjalë edhe për sistemin njerëzor, pra shoqëria që kemi rreth rrotull, familja jonë dhe të tjerë. Të gjithë këta do të bëjnë mbështetje vërtet shumë e madhe. Në njëjtën tonë dhe kemi më të thjeshtë që ti kalojmë problemet. Duke qenë se për shenjën e gaforës familja ka shumë rëndësi dhe gjatë këtij eklipsi do të ndikohet në mënyrë pozitive, mund të them që ky është një ndikim pozitiv. Kemi të ndikuar shumë edhe çështjet e trashëgimive
po ashtu kemi shumë të ndikuar edhe çështjen e dokumentave, të gjyqeve, të drejtësisë e të tjerë. Kjo është një ndër arsyet që për shemb në Gaforës kemi mbylljen e shumë problemeve që deri në këtë moment mund të kenë qenë pak a shumë të tezjatura ose që mund të kenë dalë, siç e thash pak në fillim përflisja, për persona të cilët kanë punuar më tepër se çfarë duhet në punën e tyre, nuk ka rëndësi, ose që kanë marrë më tepër se çfarë duhet për vëllezërit, për motrat, për familjarët e tyre. Tashmë do t'ju duhet që të jenë më të ndërgjegjshëm me shumë punët që bëjnë, si do kemi dhe aftësinë që të gjejmë fare drejtësi, por kjo drejtësi nuk na dhurohet, duhet ta fitojmë. Kjo është e vërteta për shenjën e Gaforës. Pra, kemi mbylljen e disa cikleve karmike, por në qoftë se ne krijojmë karma më të madhe ndaj vetes tonë, detyrojmë që sistemin në vend që të na japi rrugë zgjidhje, do të na ndëshkojë në mënyrë që ne të marrim mësimin dhe të bëjmë vetëm aq sa duhet të bëjmë. Nuk e di a mund ta shpjegoj. Pas kësaj, për shenjën e Gaforës, pas këtij eklipsi, pra kemi një vetëdijësim vërtet shumë të madh. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv edhe për ta një lloj çështje të shenjë e binjakëve, në lidhje me besimet, sepse këtu do ta kemi më të pastër tashmë lidhjen që kemi me universin. Do të jemi shumë më të vetëdijshëm, do të jemi shumë më të ndërgjegjshëm dhe si rrjedhoj të gjitha marrëdhëniet tona do të ndërtojmë në mënyrë të tillë. Pak më tepër që ky eklips i diellit, gjatë këtij eklipsi të diellit më të themi, do të kemi një ndikim shumë pozitiv. Për sa i përket çështjeve sentimentale, po këtu bëhet fjalë më tepër për lidhjet afatgjata. Ky eklips dielli do thotë vërtet lidhje serioze, nuk do të thënë lidhje të cilat janë kalimtare. Dhe shenja e Gaforës është një ndër shenjat që ndikohet edhe më tepër në këtë aspekt. Për këtë arsye mund të kemi njohjen e personit që do të martohemi, ose mund të kemi edhe spastrimin e të gjitha kushtëzimeve që kemi për vete, si rrjedhoj e traumave që mund të kemi kaluar nga lidhjet e mëparshme. Pra, futemi në fazën ku mundemi të krijojmë lidhje të shëndetshme tashmë që janë të përshtatshme për ne. Kjo është një ndër lajmet më të mira që kam për shenjën e Gaforës. Shëndetin, ndikimi që mund të kemi është nëse e lodhim veten tonë, gjatë këtij eklipsi mund të kemi ndërhyrjen e shumë individëve të cilët janë negativ. Mund të hyrjen në njerëz të tjerë në jetën tonë, sidomos në kolektive, domethënë mund të dëgjojmë fjalë tash e themi që janë përkundrejt nesh, dhe kjo është diçka që mund të bëhet të lodhshme dhe si rrjedhoj të ulë shumë moralin ton, dhe si rrjedhoj të prek shumë sistemin ton nervor, dhe si rrjedhoj të ndikojë edhe shëndetin ton fizik. Pra kemi shenja e luanit. Shenja e luanit nga ky eklips dielli është shumë ndikuar. Është shenja më ndikuar edhe se vetë shenja e ujorit, duke qenë se është një eklips i diellit, pra dielli do të mbulohet nga hëna. Prandaj edhe energjia e shenjës së luanit pothuajse do të shteroj. Të paktën gjatë periudhës që do të jetë eklipsi, është e vërtet. Kjo është një nga arsyet që në këtë moment shenja e luanit është vërtet në rënje e sipër. Por kjo rënje nuk do me thënë se nuk ka ngritje, përkundërzi është një moment ku mund të kemi farë debulesë, një farë dobësie. Kjo është e vlefshme edhe përsa përket fizikut ton, është e vlefshme edhe në lidhje me botën tonë të brendshme, është e vlefshme edhe në lidhje me pozicionin që ne kemi në shoqëri, autoritetin pra që kemi në shoqëri. Arsye të gjitha këtyre është që të kuptojmë fytyrën e vërtetë të personave që kemi rreth rrotën. Faqë kësaj do të kuptojmë se kush do të na zësi dorën dhe kush do të na fuzi shkelmën, pra në momente që ne jemi poshtë. Por përsëris, është një moment vërtet shumë delikat për shenjën e luanit, duke qenë se kemi disa vendosje të cilat e lodhen shumë, pak më tepër që kemi edhe Pluton të vendosur përballë, dhe është e vendosur në një fix i cili nuk është shumë i këndshëm në këtë moment është Plutoni. Kjo do të thonë që edhe sfidat në marrëdhëniet sentimentale brenda martesave ose partneriteteve të rëndësishme, e njëjta gjë të vlefshme edhe brenda shtëpisë, familjes, punës e të tjerë, pra në lidhje me karrierën me prioritet, vazhdojmë që do të kemi të njëjtat probleme. Por përsëris është ndikimi thjesht që ne të kuptojmë se cilët janë personat, njerëzit tanë, familja jonë, e vërtet shpirtëror bëhet fjalë këtu.
dhe të mund të ndërtojmë në bazë të saj. Kemi mësuar empatin, kemi mësuar se si të veprojmë për të mirën e të tjerëve, po tani do të kuptojmë se cilët janë këta të tjerë që duhet të veprojmë për të mirën e tyre. Pra, si rrjedhoj, përfundimi është shumë pozitiv, por deri tek eklipsi i diellit do të vazhdojmë që të kemi të njëjta problematika. Duke qenë se eklipsi i diellit, domethënë edhe vdekje, vërtet është mund të jetë edhe vdekje për ju, edhe e lidhjes tuaj serioze që keni në këto momente, por që nuk është funksionale. Kjo ka shumë rëndësi. Nëse jeni në një lidhje të shëndetshme, absolutisht nuk preket, përkundër kemi lulëzimin e saj. Dhe kemi prekjen e një identiteti i cili ishte pak a shumë me syze roz, që domethënë që e mashtronte veten e tij ose manipulonte veten e tij thjesht për të qëndruar në lidhje ose në situata, në marrëdhënie sociale e të tjera të pak rëndësi ka, thjesht sepse nuk kishte frikë që të qëndronte vetëm ose thjesht sepse në momente të caktuara ja bënin shefin e të tjerë. Pra merrte thjesht të rime dhe e mbanin të lidhur, pak a shumë po e themi në këtë mënyrë. Pas kësaj shenja e Luan do të filloj që të kryej lidhje shumë më të shëndetshme për të. Mund të zhvendosemi ne, mund të krijoni një karrierë të re, keni aftësi vërtet shumë të mëdha ose mund të keni mundësi shumë të mëdha pas kësaj që të krijoni komplet jetën që dëshironi. E rëndësishme është kjo që do të njihni vërtet veten dhe njerëzit që keni rreth rrotës së do të jeni shumë më të ndërgjegjshëm dhe do të jeni më realist, më të themi, që të mund të krijoni atë çfarë ju nevojitet. Për sa përket shëndetit për ju, po e kemi të prekur, por nuk mund të them që është të prekur negativisht, përkundërzi është të prekur pozitivisht. Edhe pse energjia është të ulët, maksimumi që mund të prekë në këtë moment janë virozat e momentit dhe e thash, arsyeja që po ndodhin të gjitha këto është thjesht pak a shumë një farë mjegullimi për të tjerët, që ju të shikojnë sikur jeni të dobët në mënyrë që të veprojnë dhe të tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë. Ju vazhdoni me atë situatë, të mirëmbani shëndetin tuaj, të mirëmbani anën tuaj emocionale, psikologjike, sepse në këto momente vërtet që keni nevojë, dhe mbështeteni tek personat që në këto momente po e tregojnë veten e tyre të denjë për të qenë në jetën tuaj. Ule pak ashpër për njerëzit e tjerë që mund të keni në jetën tuaj, gjithsesi. Virgjëresha. Shenja e Virgjëreshës nga ky eklips dielli ndikohet drejt për së drejti tek jeta e përditshme, shëndeti fizik, mënyra se si e shikon botën, mënyra se si trajton çdo çështje dhe ka një farë lehtësimi. Për këtë arsye, ky eklips i diellit të vërtet e detyron që të heqë dorë nga gjitha kushtozimet që ka pasur. E shikon shumë qartë për shenja e Virgjëreshës dhe ku e ka kushtozuar veten e tij, ku e ka mbajtur, ku ka qenë fanatik ble që është kapur pas disa ideologjive të cilat nuk i shërbejnë për asnjë gjë. Duke qenë se ky eklips i diellit do të ketë një negativ me Uranin, i cili për shenjën e Virgjëreshës do me thënë besimet në të vërtet, dhe si rrjedhoj pas kësaj do të kemi mbarimin e periudhës ku vërtet e ka lodhur veten e saj ose veten e tij. Për këtë arsye, për shenjën e Virgjëreshës mund të them që do të kemi ndryshime të shumta pas kësaj në jetën e tij. Mund të kemi ndryshime të vendi punës, mënyrë se si bën gjithçka njëri në atë parë, mënyrë se si trajton veten, mënyrë se si trajtojnë të tjerët, mënyrë se si shpërndan drejtësi në jetën e saj ose të tij, mënyrë se si vishet, mënyrë se si kreh flokët e të tjerë. Por gjithçka mund të ndryshojë, që të jetë më përshtatshme për atë çfarë ajo është në të vërtetë brenda vetes së saj ose të tij. Është ide këtu. Do të përshtatet pamja e jashtme me atë që është shpirti. Si rrjedhoj, do të kemi ndryshime të shumta edhe në ambient, do të kemi ndryshime të shumta edhe në fizikun tonë. Ky është një ndikim vërtet shumë madh pozitiv për këtë arsye. Shenja e Virgjëreshës mund të them që shenja që do të rritet më tepër, edhe më tepër se binjakët, edhe më tepër se gafori, edhe më tepër se gjitha shenjat e tjera. Kemi pasur sfida dhe do të vazhdojmë që të kemi sfida për shenjën e Virgjëreshës, e kam thënë disa herë që do ta kemi deri datën 18 gusht, por kjo nuk do të thënë se nuk është pozitive në këtë moment, përkundërzi kemi ndikime të cilat e ndihmojnë që ti kaloj të gjitha sfidat që i dalin në këtë moment përpara. Nuk ka më mundësi që të kapet me detaje të cilat nuk i shërbejnë, sepse sistemi nuk e lën. Do i del patjetër diçka përpara e cila e drejton. Pra, kjo është një ndër ndikimet pozitive për mendimin tim, sepse janë shumë aktiv në këto momente dhe nuk kanë mundësi që të rinë dhe të lodhen dhe të stëlodhin veten e tyre duke marrë me detaje që janë të parëndësishme. Në lidhje me shëndetin fizik duhet jemi të kujdesshëm,
Si për shëndetin tonë, për shëndetin e familjes, shëndetin e të gjithë personave që i duan. Pra do t'jemi vërtet shumë të kujdesshëm sepse në këto momente është ndikuar dhe nga ky eklips i diellit është shumë ndikuar. Gjithsesi, kemi edhe aftësinë që të shirojmë të gjejmë kura të cilat deri në këto momente mund na kenë shkar nga syt ose nuk na kanë dalë përpara. Kemi edhe aftësinë që të kryejmë jetë e cila është shumë më tepër praktike. Dhe si rrjedhoj të varosim tashmë gjithçka që nuk na shërben. Këtë do ta vëmë shumë më tepër në lidhje me karrierën. Për shkak të veçës mund të kemi ndryshime pak a shumë drastike në lidhje me karrierën, sidomos për personat të cilët janë të lodhur tashmë sepse nuk po marrin atë çfarë meritojnë ose në disa raste nuk po jetojnë jetën që duan të jetojnë, se siç e thash, ajo çfarë kemi brenda do të përshtatet me atë që kemi jashtë. Si rrjedhoj mund të dëgjojmë shumë persona që janë tek shenja e Beqirës, që mund të kenë ndryshuar komplet karrierën e tyre, ose mund ta kenë lënë komplet të zhvendosur në një qytet ose në një shtet tjetër, ose mund të kenë marrë një çantë në kurrë dhe të kenë ikur fare, domethënë nga individi. Por e rëndësishme është që do të kemi ndryshime të shumta dhe shumë më pozitive tashmë. Kjo është pjesa më e rëndësishme që mund të them për shenjën e Beqirës. Të gjitha këto mund të vinë nëpërmjet krizave, por këto kriza po ndodhin që ata ta njohin më mirë veten e tyre ose më të themi që ta pranojnë që ajo çfarë është në realitet ose jashtë, domethënë në botë nuk është e përshtatshme me atë çfarë ata kanë brenda dhe të mund ta ndryshojnë. Çështje sentimentale janë të ndikuara shenja e Beqirës. Jemi futur në fazën ku vërtet duan tashmë të kenë një lidhje serioze, për ata që janë në një lidhje serioze detyrimisht kemi rregullimin dhe përforcimin e këtyre marrëdhënieve, ndërkohë që për ata që nuk janë në një lidhje kemi futen në periudhën ku vërtet mund të kemi krijimin e lidhjeve shumë më tepër serioze, shumë më që të jenë jetë gjata pra. Shenja e Peshorës. Për shenjën e Peshorës, një eklips dielli i vendosur tek shenja e Ujorit, në radhë të parë po them këtë, domethënë lindje, fëmijësh, dhe si rrjedhojmë mbarimi i periudhës ku ata mund të kenë qenë pak a shumë të shterur në jetën e tyre. Kjo është edhe në mënyrë figurative, pra mund të jetë edhe në mënyrë vërtet që mund të kemi lindjen e fëmijëve ose fillimin e shtatzanive. Bëhet fjalë edhe për meshkull dhe për femra nuk ka rëndësi, pra mund të bëjnë është fillimi i shtatzanisë së bashkëshortes tuaj. Ndërkohë që fillimi i diçkaje të re është shumë më tepër e mundshme në këto momente, sepse përveç materializimit, pra kemi edhe mundësi për shenjën e Peshorës të krijojmë fëmijën tonë në kuptimin, domethënë që mund të krijojmë një biznes të ri, mund të krijojmë një jetë të re e cila është shumë më e përshtatshme me atë që ne dëshirojmë të jetojmë. Në këto momente nuk kemi më mundësi që të jetojmë thjesht në materie. Domethënë, duhet të jenë të dyja të përshtatura, edhe materie dhe shpirtërore. Dhe në këto momente shenja e Peshorës është ndër shenjat më me fakt në këtë aspekt sepse ka mundësi vërtet shumë të madhe që të realizojë këtë. I dalin të gjitha elementet pak a shumë përpara. Ky eklips i diellit do të shënojë pikërisht fillimin e kësaj. Kemi pasur kalimin e Plutonit në vitin 2024, kishim tek shenja e Ujorit dhe filluam gradualisht të merrem me këto lloj tematikash, por atëherë nuk ishim ende të qartë në idetë tona, ndërkohë që në këto momente jemi shumë të qartë se çfarë duhet të bëjmë, si rrjedhoj kemi dhe fillimin e kësaj periudhe. Kjo do të përforcohet edhe më tepër kur të kemi eklipsin në gusht, por në këto momente për shenjën e Peshorës jemi në periudhën e fillimeve fantastike. Vërtet fantastike. Ajo çfarë ju keni dëshiruar, ajo çfarë është e përshtatshme për ju, ajo çfarë ju meritoni, si në karrierë, po ashtu edhe në jetën tuaj personale, në lidhjen familjare e të tjerë, nuk ka fare rëndësi. Të gjitha këto keni mundësi që tashmë t'i realizoni. Duke qenë se kemi edhe një Jupiter i cili do të jetë në këndë pozitive si me Merkurin, po ashtu edhe me Venusin dhe me një veriore, kjo do të thonë që puna që ju bëni, marrëdhëniet që keni me kolegët tuaj, jeta juaj e përditshme, se si e trajtoni trupin tuaj e të tjerë, të gjitha këto përkthehen në mënyrë shumë pozitive në karrierë. Pra, në qoftë se ju punoni bini në sy, si rrjedhoj, në qoftë se krijoni një ambient i cili ka një farë armonie, i cili është i përshtatshëm dhe që ju rrit të gjithëve, pra
të gjithë personat që janë aty, detyrimisht kjo përkthehet edhe në një rritje vërtet shumë të madhe edhe të moralit për të gjithë njerëzit që keni rreth rrotullt dhe si edhe keni rritje vërtet shumë të madhe edhe në karrierë. Dhe kjo detyrimisht përkthehet në të ardhur materiale të mira sepse për këtë punojmë. Stabiliteti ekonomik në këto momente për shëndet peshorës është i pashmangshëm. Mjafton që thjesht të bëni atë çfarë duhet të bëni, nuk është shumë e vështirë në të vërtetë. Ndërkohë që përsa i përket lidhjeve afatgjata, këtu mund të jemi pak të sfiduar sepse kemi pak të vështirë që të kryejmë një farë balance. Nuk po them që kemi ndarje, nuk po them që kemi grindje, po është thjesht duhet të jemi pak më të vetëdijshëm në lidhje në këtë aspekt. Kaq. Shenja e akrepit. Për shenja e akrepit, ky eklips dielli është i vështirë. Është i vështirë sepse do të thotë fillimin e hedhjen e themeleve, po e them në këtë mënyrë. I kemi marrë tashmë të gjitha elementet, i kemi blerë domethënë të gjitha materialet që na nevojiten për të ndërtuar shtëpinë tonë. Kjo është thyrja e asaj domethënë, e tokës dhe hedhja e themeleve. Prandaj edhe për shenja e akrepit është e vështirë. Nuk mund të them që është e keqe ose është negativ, po them është e vështirë sepse duhet fillojmë që të punojmë. Për këtë arsye, të gjithë personat që deri ditën e premte bien në kthetrat e vartësive të tyre, kjo mund të jetë edhe që të shikojmë shumë rrjete sociale, që të rrim 6 ditës në scrolling, sepse edhe një lloj vartësie është bërë tashmë. Pra të humbasim kohë me gjëra që nuk janë të shëndetshme për ne. Për shenja akrepi vërtet që do të humbasë një moment shumë të rëndësishëm dhe si rrjedhoj punën që mund ta bëni tani do ta tej zgjatet dhe do të vazhdoj për 2 vite e gjysmë pothuajse në vazhdim. Ndërkohë që në këtë moment mund ta bëni për 1 javë, 2 javë. Pra, mjafton që të jemi të fokusuar dhe të drejtohemi vetëm tek puna që duhet të bëjmë. Kemi përzgjedhjen, kohën tani që duhet të përzgjedhim cilat janë elementet ose cilat janë materialet që përdoren në themele, cilat janë elementet ose materialet që përdoren për të bërë muret, për të bërë çatinë të tjerë. I kemi të gjitha në dorë, mjafton që të specifikojmë. Kaq. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv, duke qenë se kemi vendosje tek 2 shenjat e tjera të ujit, që është ajo e këforës dhe ajo e peshqve, që janë në këndë pozitive me njëra tjetrën. Prandaj të gjithë personat që janë shenja e akrepit detyrimisht krijojnë formojnë një tregëndësh uji. Si rrjedhoj? Ndjeshmëria që kemi në këto momente mund ta përdorim ose na shtyn ne në mënyrë intuitive të ajo çfarë duhet të zgjidhim. Mjafton përsëris të mos bëjmë prej atyre vartësive ose të mos humbasim kohë koptu. Po e themi në këtë mënyrë. Kemi aftësinë që të ndërtojmë jetën tonë, kemi aftësinë që të krijojmë begati, të krijojmë lidhje të reja, të krijojmë gjithçka që ne na nevojitet. Pak më tepër që disbalanca që kemi ndjerë deri në këto momente kemi shumë më të thjeshtë të kalojmë. Pse? Sepse edhe në lidhje me shëndetin fizik kemi përforcime të dukshme. Shironi i cili deri në këto momente na ka lodhur sepse kishte këndë negative, aktualisht ka këndë pozitive. Nuk kemi pse të na ndikojë negativisht. Si rrjedhoj? Mjafton që ne të jemi të përmbajtur, të jemi të përgjegjshëm për veten tonë, për trupin tonë, që ka edhe më tepër rëndësi, dhe pas kësaj kemi dhe aftësinë që çdo gjë ta ndërtojmë ashtu siç ne dëshirojmë. Për personat që keni dyshime, kjo është dipnot për shenjën e akrepit, në këto momente nuk do t'i këshilloj që t'i mbani pranë ose të kaloni më tepër kohë se çfarë duhet me ta. Duke qenë se të gjitha dyshimet që keni në këto momente, 99% të rasteve janë të vërteta dhe mund të jetë thjesht humbje kohe për ju që të filloni dhe të vërtetoni këto lloj tematikash. Në qoftë se vazhdojnë që të jenë aktive edhe pas eklipsit të diellit, atëherë do të keni mundësi që të mund t'i rishikoni dhe t'i trajtoni si çështje, por në këto momente kemi një mrekullim vërtet shumë të madh dhe kemi të vështirë që vërtet të kuptojmë se çfarë po ndodh, prandaj do të ishte vërtet humbje kohe. Për këtë arsye, këshilla ime do të ishte që fokusoheni tek puna që keni për të bërë, për të krijuar diçka materiale në këto momente. Pra jetën që ju duhet për të jetuar, pra punën, shtëpinë, familjen e të tjerë, fokusoheni këtu. Në çështje sentimentale, shenja e akrepit, se këtë më duhet ta them, për çështje sentimentale shenja e akrepit është një ndër shenja më me fat. Vërtet është më me fat në këto momente, do të vazhdojë që të jetë për një periudhë të tillë, për sa kohë më mirë të themi, Merkuri të jetë i vendosur tek shenja e peshqve, që e kemi të vendosur për një kohë të gjatë, këtë herë 2 muaj. Kemi mundësi që të krijojmë edhe lidhje të reja, mund të kemi edhe rikthime nga e shkuara, detyrimisht rikthime nga e shkuara nuk i këshilloj, sepse dihem se nuk i këshilloj. Por kemi mundësi që të rishikojmë se pse kanë ndodhur disa situata në jetën tonë në mënyrë që të ndërtojmë lidhje më të shëndetshme.
Gjithsesi zgjedhja është e gjithsecilit nga ne. Shenja e shigjetarit. Shenja e shigjetarit nga ky eklips dielli ndikohet në përgjithësi pozitivisht. Tani, ky eklips i diellit ndikon tek marrëdhëniet që kemi me vëllezërit, me motrat, me udhëtimet që ne duam të bëjmë, me transformimet që ne duam të bëjmë, po duke u zhvendosur pak a shumë, duke lëvizur. Dhe kuptojmë se kur duhet të lëvizim, kur duhet jemi në lëvizje, kur duhet të qëndrojmë në vend. Pak a shumë kjo është tematika kryesore që ka në këto momente shenja e shigjetarit dhe që ta ketë nga ky eklips i diellit. Pas kësaj, kemi aftësinë që të gjitha marrëdhëniet të mund t'i klasifikojmë dhe si rrjedhoj, të dim edhe se cili është relata e vërtet me të gjithë personat që kemi rreth rrotës, si me vëllezër, me motrat tanë, me shoqërinë tonë të ngushtë, po ashtu me të gjithë ambientin që na rrethon. Dhe si rrjedhoj, t'i vëmë pak a shumë në punë të gjitha këto marrëdhënie, në mënyrë që ne të mund të jemi persona të cilët kanë sukses në jetë. Ky eklips dielli në të vërtet për shenjën e shigjetarit do të thënë sukses, vërtet shumë i madh, sepse drejtuesi juaj është në kënd pozitiv me shumë planetës, në mos më rëndësishme për këtyre është në kënd pozitiv me nyjen veriore. Nyja veriore është qëllimi që ne kemi në jetë. Dhe në këto momente është e vendosur tek shtëpia, tek banesa, si rrjedhoj, themelet, pra në këto momente po hidhen për ju. Janë aty, janë baza ku ju mund të ndërtoni jetën që dëshironi dhe të jeni të suksesshëm mbi të gjitha. Të gjitha sfidat që mund të keni pasur në lidhje me karrierën, arrini që të perceptoni se pse i keni pasur dhe nëse është nevojshme të ndryshoni drejtim. Një ndër ndikimet më pozitive ose një ndër karakteristikat më pozitive që ka vetveti shenja e shigjetarit është se është shumë i vetëdijshëm për veten e tij. Është një ndër shenjat e cila ka vërtet atë urtësinë, sepse ka sakrifikuar shumë nga vetja e tij, qoftë në jetët e përparshme, qoftë tek kjo jetë, që ta ketë marrë këtë informacion, këtë dituri, pra dhe si rrjedhoj në këtë jetë di se si ta përdor. Ky eklips dielli do të futet tashmë në fazën ku të gjitha informacionet që kemi dim se si t'i përdorim, ose më them do të fillojmë që t'i vëmë në jetë. Çdo gjë që kemi mësuar deri në këtë moment. Kemi për këtë arsye edhe fillimin e një periudhe ku vërtet mund të udhëtoni për informacion, për të edukuar, edhe për të argëtuar, sepse kjo është një nga temat më të rëndësishme, që ta shihoni jetën me tepër lehtësi, e të tjerë. Për shenjën e shigjetarit, pra për ju, një ndër ndikimet që mund të jetë pak problematike dhe që mund të jetë pak e lodhshme është mbarimi i periudhës ose i lidhjes e cila nuk ka qenë funksionale. Por kjo është një mbarim i cili ju mund ta keni shmangur për një periudhë shumë të gjatë, po e them në këtë mënyrë, por po vjen tashmë në mënyrë shumë natyrale, por edhe pse është natyrale, detyrimisht duke qenë se është mbarim ose varrosje e diçkaje që nuk ka qenë funksionale për një kohë të gjatë, por ju mund të jetë e dimshme. Por përsis është diçka që ju e dini që nuk funksionon, që ka bërë me kohë, por thjesht nuk keni pasur mundësinë që ta vini në tokë. Pas kësaj, si rrjedhoj, do të kemi hapjen e një periudhe të re. Duke qenë se e vjetra tashmë do të jetë varrosur, do të kemi fillimin e një periudhe të re ku ju mund të gjeni lidhje të cilet janë shumë të përshtatshme për ju. Kemi pasur kalimin e Neptunit tek shenja e Dashit, kjo do të thënë fillimi i një periudhe sentimentale e cila mund të krijoni lidhje vërtet shumë të përshtatshme për ju, shumë të shëndetshme, por Neptuni krijon një farë mjegullimi, ose më themi na shtyn drejt pasionit. Kalimi edhe i Saturnit, që do të jetë ditën e premte, është në shtunë, më falni, do të jetë tek shenja e Dashit. Kjo do të thënë tashmë që edhe pse kemi një farë mjegullimi, jemi më të përgjegjshëm, si rrjedhoj të gjitha lidhjet që krijojmë në këtë moment janë shumë të shëndetshme. Ky eklips i diellit ka ndikime që krijon lidhje, domethënë kjo është një nga temat kryesore, krijimi i kontakteve të reja, si edhe për ju, detyrimisht do ta ketë këtë ndikim. Dhe mbi të gjitha kemi edhe shërimin e çështjeve sentimentale në këto momente për ju. Dhe detyrimisht kemi edhe krijimin e diçka të re. Shenja e Briciapit. Për shenjën e Briciapit, faktikisht e thash edhe sot që është në periudhën ku krijon lidhje afatgjata, serioze, dhe mbi të gjitha keni fat. Ky
Ky eklips dielli do të ndodhë menjëherë pas kalimit të Saturnit tek shenja e Dashit. Ky krijon një farë disbalancimi, ajo grad, domethënë duke qenë se është grada e parë e Dashit, dhe është tek një yll fiks i cili vërtet krijon një farë disbalancimi sepse jemi gjithmonë në ekstreme. Dhe duke qenë se Saturni ose ju për shenjë Bicapit jeni një shenjë toke, si rridhoj kalimi tek një shenjë zjarri që do vazhdimisht që të jetë aktiv, që të djeg gjithçka, pra që të krijojë diçka vazhdimisht, por ju mund të bëhet pak e lodhshme, sepse ju duhet një herë që të vëzhgoni mirë situatën përpara se të veproni. Por në të vërtet, pas gjithë sa periudhë plagështie që kemi pasur kur Saturni ishte i vendosur tek shenja e Peshqve, do t'ju bëj mirë. Thjesht fillimi është pak i vështirë. Si rrjedhoj, në lidhje me tematikat familjare dhe me karrierën, në këto momente do t'ju këshilloj që të mos merrni vendime. Ky eklips i diellit mund t'ju nxjisë që të merrni vendime të nxituara, në disa raste edhe të gabuar sepse kemi një manipulim shumë të lartë. Në lidhje me karrierën tuaj mund të dëshironi që të zhvendoseni pa bërë kërkime të duhura, për shembull, ose thjesht sepse po lëvizni sepse po dëgjoni një individ që keni besim, i cili mund të ketë qëllime vërtet shumë të mira. Problemi është këtu se në qoftë se nuk jeni të sigurt 100% për atë çfarë do të bëni ju vetë si individ, nuk mund të keni besim tek askush tjetër. Në këtë moment, besimin mund ta keni vetëm tek vetja juaj, te ajo çfarë ju keni bërë, pra eksperjenca e të shkuarës. Kjo është shumë e rëndësishme nga ky eklips dielli. Përsëris, sepse vlera duhet të vi nga ju. Dhe edhe këtë përpërsis, ndoshta personi përballë nuk ka fare qëllim të keq, mund të jetë qëllimi më i mirë në botë, problemi është se nuk na del njëri për Zot, duhet i dalim ne vetes për Zot, si rridhoj që të zhvendosim gjithçka thjesht me fjalën e dikujt tjetër, është e gabuar. Dhe në këtë moment mund ta keni tendencën të tillë, prandaj dhe po i paralajmëroj. Në lidhje me karrierën, në këto momente shenja e Bicapit është futur në një fazë ku mund të jetë pak a shumë në kërkime sipër, ku dëshiron domethënë që ose të heqi nga pjata e tij disa gjëra, ose të shtojë diçka në mënyrë që të ketë të ardhur materiale më të mira, sepse ato që ka aktualisht nuk i mjaftojnë. Në të dyja rastet do të këshilloj që të mos marrni vendime shumë të nxehtuara, por në qoftë se ndjeni të lodhur veten tuaj fizikisht, detyrimisht do t'ju këshilloja. Edhe pse jam më së sigurt që pas ditës së shtunë, gjithë kjo plagështia që po ndjeni, gjithë këto dhimbje që mund të ndjeni në trupin tuaj do të kalojnë. Vetë ju, sepse do të jemi në fazë tashmë që do të jemi në rritje, energjia do të jetë shumë më tepër në rritje. Marrëdhëniet familjare do të jenë të sfiduara, por këto sfida na tregojnë ne se kush jemi dhe cila është jeta që ne dëshirojmë. Nëse jemi apo jemi të kënaqur në ambientin që ne jetojmë. Kjo nuk do të thonë që duhet të digjni të gjitha lidhjet që keni dhe të bëni sipas kokës tuaj, që nuk e bëni detyrimisht. Shenja e Bicapit është e përgjegjshme, por do me thënë që duhet jemi pak më të qetë dhe të kuptojmë se çfarë lloj lidhjesh neve na nevojitem që ne të lulëzojmë, pra çfarë na ushqen më tepër. Dhe siç e thash, jemi futur tashmë në fazën ku kemi krijimin e lidhjeve serioze. Për ju, një lidhje që të futet një ose që dikush të futet në jetën tuaj, e shikoni, domosdoshmërisht në mënyrë instinktive, nëse mundeni apo s'mundeni të krijoni familje. Ky është instinkti që ju keni në këtë moment, është i shëndetshëm, të jemi realist dhe me të gjitha keni një mbështetje shumë të madhe dhe mundeni ta bëni këtë si gjë, pak më tepër që edhe komunikimi është shumë më tepër pozitiv, edhe nga ky eklips dielli ndikohet shumë pozitivisht. Ndërkohë që ndikimi më i madh që do të keni pas gjithë këtyre sfidave që sa përmenda është se do të keni një vetëvlerësim shumë herë më të madh. Dhe si rrjedhoj e kësaj, pas eklipsit të diellit, pastaj do të keni edhe mundësinë që të merrni ato vendime që thash përpara që gjatë kësaj periudhe deri tek eklipsi i diellit nuk do të këshilloj që ti merrni, sepse edhe vlerën tuaj e dini më mirë, edhe dini se sa keni mundësi që të bëni edhe të vendoseni në bazë të këtyre. Okej. Dhe jeni të shenjë që mund të fitojmë më tepër parë. Gjatë kësaj periudhe. Në ky eklips dielli, ndikimi më të madh ka këtu. Kemi krijimin e burime për të ardhur materiale. Okej, shenja e ujorit është shenja që ka ndikim, është e dyta të vërtet në ndikime, sepse para ishte Luani, e përmenda. Për shenjën e ujorit kemi pak a shumë një vetë sabotazh, sepse mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në vetbesim. Kjo është e pika që duhet ta marrim veten tonë në kontroll. Mënyrë se si flasim mund ta kemi pak të disbalancuar, sepse siç e thash vjen si rrjedhoj e kësaj
euforie që të ndjejmë në këto momente, kemi një vetbesim vërtet shumë të lartë, kemi tek kaluar shumë gjëra dhe si rrjedhoj, domethënë tashmë jemi futur në fazën ku unë kur kalova nuk do zgjidh një gjë kaq të vogël, por të vërtet edhe ai si bie guri më i vogël, domethënë mund të të pengoj dhe mund të shkaktoj dëme të mëdha, si rrjedhoj do të jemi pak më të qetë, mos veprojmë në mënyrë impulsive. Në qoftë se bëjmë këtë, nuk jemi impulsiv, veprojmë në mënyrë të ndërgjegjshme, të vetëdijshme, shenja e ujorit është shenjë që do të ketë një rritje kolosale. Ka shumë fat. Ky eklips i diellit do të thënë krijimin e një identiteti të ri, të shëndetshëm, të përshtatshëm për atë çfarë duhet të ndërtojmë. Mbarimi i të gjitha kushtëzimeve që ne kemi bërë vetes tonë, të manipulimeve që kemi bërë vetes tonë, të sabotazheve që kemi bërë vetes tonë. Të gjitha këto mbarojnë, sepse futemi vërtet në periudhën ku e dim se çfarë na ka penguar dhe dim se si të marrim masa dhe se si t'i zgjidhim. Pak më tepër shenja ujore është shenja më largpamse, sepse arrin që të imagjinoj të ndërtoj komplet se si mund të ndodh një ardhme në bazë të gjitha ngjarjeve që po ndodhin. Pra pak a shumë të imagjinoj të ardhmet, të bëj analiza të sakta në lidhje me të ardhmen. Kjo është një ndër arsyet që për shenjën ujore ky eklips i diellit, edhe pse për arsyen që thash në fillim, si rrjedhoj egos, pra mund të bëhet pak i vështirë, të vërtet ka ndikime shumë të mëdha pozitive. Problemet që kemi ndjerë deri në këtë moment, sidomos nëse keni ndjerë një trysni tek sistemi juaj nervor, nga ky eklips i diellit vërtet që do të çlirohet. Por ky eklips i diellit do të thotë edhe vdekje, vdekje nuk po e them vërtet në mënyrë metaforike, vdekjen e diçka të vjetër që nuk ka qenë funksionale. Por si rrjedhoj e kësaj mund të jetë edhe pak e lodhshme, sepse detyrimisht çdo fillim i ri është i lodhshëm. Por e përsëris, i dini se si t'i bëni gjërat, i keni mësuar tashmë. Në qoftë se keni tendencë në këto momente që të gricin ose të kryeni probleme me familjarët tërë, ose familjarët tërë kryejnë probleme me ju, edhe gjatë këtij eklipsi dielli, mund të kemi tendenca të tilla, do t'i këshilloj që të qëndroni pak të qetë. Kjo është një temë që do t'ju sfidoj, por fal kësaj do të mund të ndërtoni marrëdhënie të cilat janë vërtet shumë më të shëndetshme. Edhe pse ky eklips dielli ka një kënd negativ me Uranin që është drejtuesi juaj, që është vendosur tek shtëpia, tek familja juaj, i njëjti Uran ka edhe një kënd pozitiv me Plutonin që është aktualisht te ju dhe është një fuqi shumë e madhe gravitacionale. Prandaj edhe keni edhe aftësinë që në qoftë se nuk sakrifikoni të vërtetën atë çfarë është etike, do të mund të ndërtoni një marrëdhënie shumë më të shëndetshme, madje mund të jeni edhe ndër personat të cilët krijojnë banesë në këto momente. Kjo do të thotë vërtet që mund të merrni edhe kredi, sepse kemi edhe këtë si ndikim. Dhe kemi edhe mundësi që të marrim një ndihmë vërtet shumë të madhe nga ambienti që të mund të bëhemi vërtet me shtëpi. Këtu bëhet fjalë edhe për shtëpi që të blem shtëpi, bëhet fjalë edhe për të ndërtuar shtëpinë ku ne ndihemi si në familjen ose si në vendin tonë, pra, të hedhim rrënjë pak a shumë. Kjo është një ndër arsyet që për shenjën e ujorit është një ndër, ose më them shenja ujore të shenja më me fat nga ky eklips. Për sa i përket të ardhurave materiale, do të kemi mbaruar periudhën ku kemi pasur harxime pa kuptim dhe jemi futur në fazën ku mund të krijojmë një begati vërtet shumë të madhe, si rrjedhoj, vërtet por i përsërisë, por është një ndër shenjat më me fat, nuk kam çfarë të them. Kemi fillim të ri, ky fillim është pozitiv për ju. Shenja e peshqeve, ky eklips dielli po ndodh tek subkonsciencia juaj. Si rrjedhoj është vërtet i prekur gjithçka. Duke qenë se deri në këtë moment kemi pasur plagështin, pengesat që na krijonte Saturni që ishte vendosur tek shenja juaj, kjo do të thotë që jeni të lodhur. Prandaj dhe një bombë nukleare, siç është ky eklips tek subkonsciencia jonë, do të thotë që do të na lodhë dhe më tepër. Si rrjedhoj, të gjitha marrëdhëniet në këto momente mund t'ju sfidojnë. Të gjithë personat, qoftë edhe një fjalë ku thonë, mund të bëhen acarues. Kjo është edhe një ndër sfidat më të mëdha që ka në këto momente shenja e peshqve, ose që do të ketë më të thënë nga ky eklips. Ku do të përkthehen këto? Do të përkthehen në një komunikim i cili është shumë i vrashtë, i cili është pak a shumë fjalën jo të fundit, po ajo që nuk duhet thënë, thuhet.
Kjo është edhe pika ku duhet jeni vërtet shumë të kontrolluar, sepse marrëdhëniet që mund të prishni tani vërtet që nuk kanë më kthim mbrapa. Ktu bëhet fjalë për personat që janë shumë të rëndësishëm në jetën tuaj. Bëhet fjalë për familjarët, bëhet fjalë për vëllezërit, për motrat ose personat që i keni shumë të afërt pra ndaj zemrës. Dhe nëse këto relata prishen, vërtet që do të pendohen më vonë. Por nga ana tjetër, i njëjti ndikim, e njëjta kjo bombë nukleare do të thotë edhe krijimin e një mënyre të re jetese. Sepse do të jeni shumë më të ndërgjegjshëm se kush jeni ju, cilat janë gjërat që nevojiten, cilat janë gjërat cilat kanë qenë armiqësitë tuaja që keni pasur ndaj vetes tuaj ose armiqtë tuaj të vërtet si individ, dhe si rrjedhoj të mund të ndërtoni tashmë një jetë që është shumë herë më e shëndetshme, sepse do të hiqni nga jeta juaj çdo gjë që ka qenë toksike, si e shkaktuar nga të tjerë, po ashtu edhe e vetë shkaktuar. Kjo është një ndër arsyet që ky eklips dielli ju do t'ju lejë vërtet të shëruar. Është i lodhshëm, por ajo pjesa e vetme që do të hiqni nga jeta juaj është pjesa toksike. Nuk është se ju ngelet, domethënë asnjë gjë helmuese më tashmë në jetën tuaj. Dhe pak më tepër kemi një mbështetje vërtet shumë të madhe nga sistemi, duke qenë se kemi të gjitha vendoset që do të jenë tek shenjëruar, si Merkuri, si Nëja Veriore, si Venusi, do të jenë në kënd pozitiv me Jupiterin. Jupiteri është mbrojtësi më i madh që ne kemi në sistemin tonë diellor dhe po ashtu është edhe në sistemin që kemi qiellor. Prandaj dhe të gjitha asteroidet ose le të themi trupat qiellor që mundohen që të vinë drejt jush dhe t'ju shkaktojnë dëme, do të pengohen nga Jupiteri dhe madje do të mund t'i përdorni për të krijuar, për të mbjellë pra diçka të re në jetën tuaj. E njëjta që është e vlefshme edhe në lidhje me çështjet sentimentale, e njëjta që është e vlefshme edhe me çdo gjë në jetën tuaj, sepse në këtë moment jeni vërtet shumë pjellor, më keni mendje shumë pjellor, pra, dhe dini të përdorni çdo element në avantazhin tuaj. Edhe për ju mund të kemi vërtet fillimin e lidhjeve të reja, madje kemi krijimin e një fillimin të një periudhe ku personi që do të keni në jetën tuaj ka hyrë ose po hyn në jetën tuaj, është periudhë shumë pozitive për këtë arsye. Nuk po them që hapni syt sepse instinktivisht do të arrini ta kuptoni, mjafton që të jeni të hapur pra, ndaj diçkaje të re. Të gjitha traumat e të shkuarës, dilemat të shkuara mund të jetë një proces pak i lodhshëm deri tek eklipsi i diellit. Dhe do të vazhdojmë që ta ndjejmë edhe gradualisht edhe më vonë, por e kemi shumë më të thjeshtë tashmë, sepse gjithë plagështia që na krijonte, gjithë problemet, pengesat që na krijonte Saturni nuk do t'i kemi më në shejto. Si rrjedhoj keni shumë më të thjeshtë që ti anashkaloni pra. Dhe të krijoni atë çfarë ju nevojitet. Shëndeti për fat të mirë, më duhet ta them, jeni në një fazë ku edhe pse kim epidemi rreth rrotull, sëmundje ngjitse, i kaloni me më tepër thjeshtësi. Ky eklips dielli do të lodh shumë komplet sistemin, domethënë, si sistemin imunitar, prandaj edhe të jemi më të kujdesshëm, se zakonisht nuk na bën dëm, gjithsesi nuk kurse keni ndonjë si të them, specifike, domethënë që do keni probleme patjetër shumë të rëndësishme. Okej. Atëherë, këto ishin të gjitha ndikimet që kishim. Për të gjitha ata që po pyesin për ndikimet e javës, i keni tek kanali im YouTube, mund të ndiqni që atje. Dakor që për këtë video ta vë nesër, ta keni tek kanali im YouTube edhe këtë, mund ta ndiqni që atje. Okej. Këtë thjesht më duhet ta nënvizoj. Ky eklips diellit, unë kam disa ditë që po bëj analizën. Është shumë i fuqishëm dhe është shumë i rëndësishëm për ne. Edhe si individ, edhe si kolektiv. Prandaj të jemi të vetëdijshëm. Të zgjedhim atë që është etike. Atë që do të jetë e shëndetshme dhe do të jetë e dobishme edhe për ne, edhe për brezat e ardhshëm, ka shumë rëndësi. Prandaj vërtet ju lutem, mendoni mirë përpara çdo veprimi që bëni. Okej. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe përsëris të video ta keni te kanali im YouTube nesër. Mund ta ndiqni. Ky eklips dielli do të jetë datën 17, deri atëherë kemi kohë, mund ta shikoni. Faleminderit edhe një herë dhe natën.